Përshëndetje të nderuar ndjekës, do vazhdojmë të komentoj pak ngjarjet më të fundit dhe pikërisht dua të ndaloj tek një marrëdhënie që ka nisur me muaj me radhë, por nuk po përfundon. Të paktën nuk po përfundon nga ana e një vajze, se kjo vajza tjetër nuk e ka komentuar, as që merret, as nuk e flet, as nuk bën debat, domethënë nuk e komenton fare për këtë gjë. Në një epizod të fundit në emisionin të njohur e diell në Top Channel, modelja dhe personazhi i njohur televiziv Xheneta Fetau është përballur me një debat të ndezur në studio pas një postimi të saj në rrjetin social Instagram, i cili kishte ngjallur komente dhe aludime të shumta në rrjetet sociale. Postimi i përfolur i Xhenetës ishte një fotografi e saj e shoqëruar me përshkrimin "Luan viktimën", një frazë që u interpretua nga ndjekësit dhe disa media si një thumbim i drejt për drejt ndaj këngëtares dhe ish konkurrentes së Love Story Egli Tako. Kjo erdhi veçanërisht në një kohë kur Egli ishte pjesë e emisionit Goca dhe Gratë, transmetuar në të njëjtën platformë televizive në Top Channel, vetëm një ditë më parë, si dhe pas publikimit të këngës së saj më të re. Kjo përkim kronologjik e bëri postimin e Xhenetës të duket për shumë kënd si një reagim indirekt, por i qëllimshëm ndaj Eglit. Megjithatë, gjatë pjesës së intervistës në E Diell, ku moderatore ishte Nevina Shtylla, Xheneta zgjodhi të japë versionin e saj të plotë dhe të sqarojë publikisht qëllimin e asaj që kishte postuar. Reagimi i parë i Xhenetës ka qenë kështu: "Nuk kam përmendur askënd, ishte diçka e përgjithshme." E pyetur drejt për drejt nga moderatorja nëse fraza "Luan viktimën" kishte për qëllim të thumboj Eglin, Xheneta reagoi me qetësi, por me vendosmëri, duke thënë: "Unë nuk kam caktuar dikë me emër aty, ka shumë vajza që e bëjnë këtë, unë i përfshi të gjitha, thot, nuk e kam për dikë specifikisht, nuk mendoj se është në një gjë për të diskutuar më tej." Kjo deklaratë ishte një përpjekje e qartë për të larguar vëmendjen nga interpretime që e lidhnin atë me ndonjë sulm personal. Ajo theksoi se fraza e përdorur në Instagram nuk ishte drejtuar askujt në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe se kishte një kuptim më të gjerë, duke reflektuar më shumë mbi sjellje të përsëritura që ajo thoshte se i sheh shpesh në rrjetet sociale. Debati mbi kontekstin e postimit dhe përfshirja e këngës së Eglit, ku moderatores Nevina Shtylla nuk i shpëtoi një detaj që shumë kush e kishte vënë re: afërsia mes datës të postimit të Xhenetës dhe promovimit të këngës së re nga Egli Tako. Ajo i tha modeles se në rrjetet sociale dhe disa portale ishte ngritur pretendimi se postimi i saj ishte një reagim ndaj këngës së Eglit. Në këtë pikë debati u bë më i drejtpërdrejtë. Nevina Shtylla thot: "Janë hedhur pretendime se është një thumbim pas publikimit të një këngës të Egli Takos", ndërsa Xheneta thot me një ton të qetë por të prerë: "Cilës këngë?" Nevina thot të Eglit, Xheneta thot: "Jo, nuk ka lidhje me atë, absolutisht jo." Tani, më duhet të them një diçka publikisht dhe mua më vjen shumë keq për Xhenetën. Tani që Xheneta bën ca postime, bën ca goditje që të bie në sy që po flet për Eglin, kjo është më se e vërtet. Sepse unë sot e kësaj dite, akoma unë jam komentues dhe unë duhet ta bëj këtë punën. Unë duhet ta bëj këtë punën. Kjo është puna ime. Të merrem me jetën e këtyre. Jo ta bën Xheneta. Xheneta nuk e ka këtë punë. Xheneta e ka punën të vepron si Egli, të sjellën këngë apo të sjellën projekte nga profesioni i saj, por jo të merret me thumba kundërdrejt njëra tjetrës. Dhe për këtë gjë, në fakt unë jam shumë kundër, edhe kam thënë non stop që unë nuk kam një material se çfarë të flas për Xhenetën. Tani që Xheneta i bën një çik projektet me thumba, i bën një çik gjërat me thumba, kjo është e vërtet. Që është pak për Eglin, sepse këtu ka goditur dhe Gjesin, se i thot viktim. Por në ditët në vazhdim do të kuptojmë se çfarë do të ndodhen më tej. Tani Xheneta këtë o e bën për vete o e bën material për trotuarin, njëra dysh është.